Where are you sitting? So I can come and sit with you. Okay. Okay. Mirë mbrëma, mirë se kemi ardhur të gjithë, mirë se jemi mbledhur. Në fakt është për ne gjithmonë është gëzim në zemër që të vim edhe të adhurojmë Zotin. Zotin e vërtet, Perëndin i cili është shfaqur 2000 vjet më përpara edhe ka ecur në rrugët e Izraelit. I cili njeh hallet tona, njeh vuajtjet tona, njeh gëzimet tona, njeh çdo gjë tonën. Biri i Perëndis, Zoti Jezus. Edhe për këtë arsye ne jemi mbledhur për ta adhuruar atë sonte. Në fakt do doja të lexoja disa vargje nga Psalmi 119, Psalmi 119 vargjet 9 deri në 16 thuhet kështu: Si mundet një iri të bëj rrugën e tij të pastër, duke e ruajtur me fjalën tënde. Të kam kërkuar me gjithë zemër, mos më lër të devijoj nga urdhrimet e tua. E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Ti je i bekuar, o Zot, më mëso statutet e tua. Me buzët e mia kam numëruar të gjithë dekretet e gojës sate. Gëzohem duke ndjekur porositë e tua, ashtu si kur të gëzoja tër pasurit. Do të mendoj thellë mbi urdhrimet e tua dhe do të marr në konsiderat shtigjet e tua. Do të kënaqem me statutet e tua dhe nuk do të harroj fjalën tënde. Në fakt, për ne, fjala e Zotit, ose të paktën për ne të gjithë, por për mua personalisht, ndërsa mendoj për jetën time, ndërsa mendoj për që janë dy gjëra të cilat kanë pasur një impakt shumë të madh në jetën time. Edhe kur shikoj dikë që nuk beson në Zotin Jezus, dy gjëra janë. E para është fjala e Zotit dhe e dyta është biri i Perëndis. Këto janë dy gjëra që më kanë ndryshuar jetën. Dy gjëra të cilat unë nuk mund të jetoj dot pa to. Edhe ndërsa psalmisti është thotë si mundet ta bëj njëri rrugën e tij të pastër duke e ruajtur me fjalën tënde. Ndërsa bota ecën, ndërsa gjërat, lajmet dëgjojmë, ndërsa lajmet mira, lajmet vështira mbushin mendjen tonë gjatë javës, ne mblidhemi këtu të dielën për të adhuruar Zotin Jezus, për t'i dhënë atij lavdi, sepse e dim që ai është jo vetëm që është mbret mbi mbretër, por ai është ai i cili është lindja e agimit. Është që në mëngjes kur lind dielli, është ai i cili ruan çdo gjë, është ai i cili pa fjalën e tij edhe pa atë që ai komandon, asnjë gjë nuk do ndodhi në këtë botë. Kështu që për këtë ne jemi të sigurt, për këtë ne shkojmë, flem gjumë të rahatuar, duke kujtuar që ai rri zgjuar, ai është aty për ne. Kështu që le të lavdërojmë Zotin sonte, kështu siç jemi, edhe ta adhurojmë atë për atë që ai është për secilin prej nesh. Më lejoni të lutem edhe pastaj po ftoj Rudinën edhe Kejdisin të na drejtojnë disa këngë. O atë, unë t'jam kaq mirënjohës, o Perëndi i dashur, që ti je madhështor. Ti me të vërtet je madhështor, Zot. O Zot, ti i cili kujdesesh për fijet e flokut të secilit prej nesh, Zot. O Zot, aty kur ne ndjejmë dhe aty kur ne nuk e ndjejmë, ti je po i njëjti, Zot. Ti vazhdon të kujdesesh, ti vazhdon të rizgjuar,
ti vazhdon të na mbash se cilin prej nesh, Zot. O Zot, unë jam falenderues për mirësinë tënde. Të falemderit, Zot, që ne kemi një mik besnik, i cili kujdeset për hallet tona. O Zot, ndoshta ndonjëherë ne duket sikur i mbajmë vetë hallet tona, problemet tona, sfidat tona. O Zot, për të lutem, Zot, ashtu sikur se Pietri, goja e Pietrit tha, hidh mbi Zotin, gjithë barrën tënde. Edhe duke ditur që ai kujdeset për secilin prej nesh. O Zot, unë jam falenderues për Perëndi i dashur, për punën madhështore, Zot, që ti ke nisur edhe që ti do ta përfundosh në jetën e secilit prej nesh. Zot, ne jemi mbledhur për të adhuruar ty, Zot. Edhe të lutem, o Perëndi i dashur, ji mes nesh. Ne duam, Zot, që të adhurojmë ty, Zot, ndërsa ti je këtu me ne. Jam falenderues, o Perëndi i dashur, që një kish kaq e vogël, në një qytet kaq të madh, në një botë kaq të madhe, ne kemi zgjedhur, Zot, të vim edhe të adhurojmë emrin tënd, Zot. Jo për shkak të imponimit, por për shkak sepse të duam ty, Zot. Zot, qofshi lëvduar ti, Zot Jezus. Në emrin tënd unë lutem. Amen. Amen. Po ftoj Rudinën edhe Kejdisin. Mirë, mund të çohemi në këmbë edhe të këndojmë. Unë sot po lexoja nga Isaia 42, nuk do ta lexoj sepse Iliri na drejtoi tek shkrimi, por mbëri të mendoj për të kënduarit me gëzim. Sepse është një thirrje për të lavdëruar Perëndin, edhe mendova që në dasma ne nuk këndojmë nga halli. Ne këndojmë nga gëzimi, edhe adhurimi nuk është një këngë vaj, por është një këngë gëzimi dhe falënderimi për atë që Perëndia ka bërë për ne. Është një kohë që të ngrejmë syt lart. Ai është i veshur me dritë e madhështi, është i mbuluar me shkëlqime dhe lavdi, pushteti dhe shenjtëria para ti, forca bekimi nga shenjtroren e tij. Ai është i veshur me dritë e madhështi, është i mbuluar me shkëlqime dhe lavdi, pushteti dhe shenjtëria para ti, forca bekimi nga shenjtroren e tij, nga shenjtroren e tij. Unë do të lavdoj Perëndia im, emri tënd e lartë o mbreti. Sytë e njerëzve do shitoj, dhe shtet tyre do dëgjoj, gjuhët e tyre do trapejnë se je Zot dhe mbretëror. Ai është i veshur me dritë e madhështi, është i mbuluar me shkëlqime dhe lavdi, pushteti dhe shenjtëria para ti, forca bekimi nga shenjtroren e tij, nga shenjtroren e tij. Unë do të lavdoj Perëndia im, emri tënd e lartë o mbreti. Sytë e njerëzve do shikojnë, veshët e tyre do dëgjojnë, gjuhët e tyre do trofejnë se je Zot dhe mbretëror. Se je Zot dhe mbretëror. Ai është këndi i shpëtimit ku ne shkojmë kur kemi nevojë. Shkëndi i shpëtimit je Zot për mua, burimi jetës je ti. Zoti e drita e jetës time, je shpresë dhe frymëzim. Shkëndi i shpëtimit. Shkëndi i shpëtimit je Zot për mua, burimi
Dashurime je gjithmonë të kam pranë vështirësi, Zot është pranë teje do rri. Kam besim tek ti, dashurime që më dhuron. Kam pranë vështirësi, Zot është pranë teje do rri. Zot për mua, burimi jetës jetë ti. Zoti e drita e jetës ime, je shpresë vetëm në mësi. Zot, ne të falenderojmë që ti je një strehë, një kala e fuqishme. Je vendi fshet, o Zot. Je një ndihmë në vështirësi për ti. Faleminderit që kur të thrasim, ti na përgjigjesh, Zot. Faleminderit që ndihma jonë vjen prej teje. Në Psalmin 84, Davidi thotë që më mirë të jetoj në shtëpinë tënde në oborrit e tua se mira ditë xhetiu. Dhe të ardhurit në prezencën e Perëndis është nga gjërat më të mira dhe më të bukura që mund të bëjmë. Një gjë i përgjërohem Zoti, dhe atë kërkoj, banoj në shtëpinë e Tij, të ditët e jetës ime, se Zoti spurin Zoti, ta admiroj atë në tempullin e Tij. Një gjë i përgjërohem Zoti, banoj me të në përjetësi. Një gjë i përgjërohem Zoti, dhe atë kërkoj, banoj në shtëpinë e Tij, që ditët e jetës ime, ta Zoti spurin Zoti, ta admiroj atë në tempullin e Tij. Një gjë i përgjërohem Zoti, banoj me të në përjetësi. Ta Zoti spurin Zoti, ta admiroj atë në tempullin e Tij. Një gjë i përgjërohem Zoti, banoj me të në përjetësi. Amen, mund të ulemi. Kejtis. Do thosha pa pikin fëmijët andej, po fëmijët ikën shumë shpejt. Se zakonisht kemi çik zhurmë. Mirë, do t'i kthehemi edhe një herë, jemi tek 1 Selanikasve. Sot kapitulli 5, vargjet 4 deri në 11 do doja të shikonim sot. Po përpara se sa të shkojmë këtu, një pyetje. Sa e mbaj mend predikimin e Kejdisit javën e kaluar? Folëm për vargjet 1 deri në 3. Tek vargjet 1 deri në 3, apostulli Paul është duke u shkruajtur
të krishterëve, selanikasve, një kishë shumë të vogël, edhe ai është duke u thënë që ju sa për kodestinët vëllezër nuk keni nevojë që t'ju shkruaj tek vargu i parë, sepse ju vetë dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Mbani mend, folëm për ditën e Zotit. Javën e kaluar. Por ndërsa të shkon në mendje ose mbasi dëgjove predikimin nga java e kaluar, kur mendon për ditën e Zotit, që do vi një ditë, qa të shkon në mendje? A je i rehatuar, je pa rehat, ndihesh në siklet, nuk e di se qa do ndodhi në atë ditë tamam, ndihesh pak konfuz, ndoshta se ke dëgjuar shpesh, ose nuk është se qëndrojmë shumë te kjo temë, por sot do doja të flisja, do doja të vazhdoja atë që nisi KDC javën e kaluar, edhe dëshira, tamam dëshira, qëllimi im sot është të t'jap zemër ty edhe vetes time për sigurinë e plot që kur të vijë ajo ditë, ne të mos kemi frikë. Pra, kur të vijë dita e Zotit, ne të mos kemi frikë. Mos t'jemi njerëz të cilët kemi frikë në atë ditë. Pse? Sepse do ta shpjegojmë, ose është duke e shpjeguar Pali me anë të frymës shenjtë për ne sot. Do ta shikojmë në vargjet në vazhdim. Por sepse kam dëgjuar shpesh flasim për atë ditë, edhe kur flas për ditën e Zotit, është një stin, është një moment që Krishti do të vijë sërish, edhe që drejtësia e tij do të vendoset një herë për gjithmonë. Gjykimi i tij do të bjerë mbi ata të cilët nuk kanë besuar, edhe kjo është e frikshme, e kuptoj, por për ne sot, për ata të cilët kanë vendosur besimin te Krishti, ne nuk kemi frikë, sepse ashtu na thot fjala. Por do ta shikojmë së bashku sonte. Tek Veprat e Apostujve, kapitulli i parë, vargu 7, nëse ke tek Veprat e Apostujve, kapitulli i parë, vargu 7, këto janë fjalët e fundit të Zotit Jezus, ndërsa ai po ngrihej në re. Janë fjalët e fundit, mbasi ai ishte i ringjallur, kaloi kohë me dishepujt, edhe këto janë fjalët e fundit të cilët ai tha, edhe ai tha kështu. Por ai, Jezusi, u tha atyre, kujt? Dishepujve, atyre që kishin frikë, atyre të cilët, leqet e gjunjve po u dridheshin. Edhe këto ishin fjalët e fundit të Zotit Jezus. Edhe thot, por ai u tha atyre, nuk ju takon juve të dini kohët dhe afatet e përshtatshme që ka përcaktuar Ati me autoritetin e vet. Nuk ju takon juve të dini kohën se kur Perëndia në sovranitetin e tij e ka përcaktuar që kjo ditë do të vijë. Edhe ne nuk e dim se kur do të vijë kjo ditë. Një ditë që kalon është më afër pranë së ardhjes së Zotit Jezus. Edhe për këtë, ne duhet të rrim zgjuar. Edhe për atë do flasim ndoshta pak më shumë sot. Pra, qëllimi im është të t'jap zemër edhe siguri të plot që kur të vijë ajo ditë, ne të mos kemi frikë. Ne si kisha e Zotit, ata të cilët i besojnë Jezusit si Zotin e tyre dhe shpëtimtarin e tyre, kur të vijë dita e Zotit, gjykimi i tij do derdhet një herë për gjithmonë mbi të gjithë ata të cilët jetojnë në terr edhe nuk besojnë në të. Por për ata të cilët besojnë, ne do hiqemi veç. Edhe do flasim sot. Por le të shikojmë, unë po e lexoj edhe një herë, 1 Selanikasve, kapitulli 5, vargjet 1 deri në 11. Po e lexoj edhe 3 vargjet e para. Thuhet kështu: Sa për kohën dhe stinët, vëllezër, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj, sepse ju vetë e dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatërrim i papritur do të bjerë mbi ta. Ashtu si dhembjet e lindjes të gruas shtatzan
dhe nuk do të shpëtojnë. Por ju vëllezër nuk jeni në errësirë, që ajo ditë ju zërth në befasi, si një vjedhës. Të gjithë ju jeni bij të dritës dhe bij të ditës, dhe nuk jemi të natës as të territ. Le të mos flem pra si të tjerët, por të rrim zgjuar dhe të jemi të esull, sepse ata që flejnë natën dhe ata që dehen natën, kurse ne, mbasi jemi të ditës, jemi të esull, duke veshur pazmoren e besimit dhe të dashurisë dhe për krenare shpresën e shpëtimit, sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, po për të marrë shpëtimin me anë të Zotit ton Jezu Krisht, i cili vdiq për ne, kështu që qofshim zgjuar, qofshim fjetur, jetojmë bashkë me të. Prandaj, ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin ashtu sikurse edhe bëni. Në fakt, sot do doja të ndalesha në 3 arsye ose 3 të vërteta që dalin nga ky tekst që sapo lexova. 3 të vërteta që gjenden në këtë tekst që sapo lexuam. Pra, e para është ata që besojnë nuk janë në errësirë. Tek vargu 4 ne shikojmë kontrastin që Pali i bën me ne për besimtarët dhe atyre. Tek vargu 3 lexojmë me vëmendje. Tek vargu 3 thot Pali, sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatrim i papritur do të bjerë mbi ku? Mbi kë? Mbi ta, thot Pali, ashtu si dhembjet e lindjes të gruas shtatzan dhe nuk do të shpëtojnë. Mirë erdhe Ela. Pra tek vargu 3 Pali thot mbi ata do të bjerë çfarë? Zemrimi i Zotit. Zemrimi i Zotit do të bjerë mbi ata të cilët nuk e kanë pranuar Zotin Jezus. Tani kthehemi tek vargu 4, edhe ai thot, por ju, vëllezër, nuk jeni në errësirë, që ajo ditë ju zër në befasi si vjedhës. Pra, ata që besojnë nuk janë në errësirë. Pali e fillon vargun 4 me fjalët por ju vëllezër, që ju jeni të dashurit e mi, ju të cilët besoni në Zotin Jezus, ndryshe nga ata. Për ata do të ketë zemërim, për ju do të ketë hir. Atë ditë. Pra besimtarët e Selanikasit, si bijtë të Zotit, nuk do të përjetonin ditën e Zotit, sepse Pali shkruan ndryshe nga jo besimtarët, fëmijët e Zotit nuk janë në errësirë, janë në dritë. Si fëmijët e Perëndisë, ata kanë një natyrë krejtësisht ndryshe, që është e ngjashme me Zotin Jezus. Ata nuk ecin në errësirë dhe nuk i përkasin natës. Janë pjesë e mbretërisë dhe nuk janë pjesë e mbretërisë së errësirës, së Satanit. Pra kur flasim për errësirën, flasim për një errësirë shpirtërore, sepse po të shkoja unë te tegu kur sidomos tani të diellave është mbushur me njerëz, edhe të ndaloja dikë atje, një të ri, edhe t'i thosha je i vdekur. Çfarë përgjigje do merrsha? Do të ka ik truri ty, qa po më thua? Ke lujtë? Pra, ne po flasim, Bibla po flet për një errësirë shpirtërore, ku njerëzit nuk dinë ta dallojnë të mirën nga e keqja, ose zgjedhin të keqen në vend që të zgjedhin të mirën. Edhe për këtë është sepse Zoti nuk ua ka hapur syt e zemrës atyre akoma, janë në errësirë, qëndrojnë aty. Edhe prandaj ne kemi lajmin më të mirë në botë. Lajmin me të vërtet më të mirë. Ungjilli është lajmi i Zotit për secilin që e dëgjon, që të shpëtohet. Pra,
Kjo Jezusi në fakt është në një moment tjetër është duke i shpjeguar Nikodemit, e mbani mend Nikodemin, i erdhi Jezusit, kur i erdhi ai? Erdhi gjatë natës. Pse? Sepse nuk donte ai që ta shikonin bashkëpunëtorët e tjerë, ai ishte një nga farisejt. Erdhi gjatë natës dhe e pyeti Zotin Jezus. Kur ai erdhi gjatë natës dhe i tha tek Gjoni 3 vargjet 19 edhe 20. Dhe Jezusi përgjigja e tij është kjo: "Ky është gjykimi", i tha Zoti Jezus, "se drita erdhi në botë dhe njerëzit deshin errësirën në vend të dritës, sepse veprat e tyre ishin të liga, sepse kushdo që bën të keqen e urren dritën dhe nuk do të dalë në dritë." Pali është duke u thënë besimtarëve të Efesit gjithashtu tek Efesianët kapitulli 4, pra këtë po ju them dhe pohoj se bashkë me Zotin se ju nuk ecni ashtu si ecin edhe jo besimtarët, thot Pali, në kotësinë e mendjes së tyre, duke u rrësuar në mendjen e tyre për shkak të jetës së tyre të vështirë, për shkak të jetës së tyre dhe të zemrës së tyre. Tek Efesianët kapitulli 4 vargjet 17 edhe 18. Jo besimtarët, ata të cilët nuk kanë vendosur besimin e tyre në Zotin Jezus, janë në errësirë shpirtërore sot. Dhe jo vetëm sepse nuk e dinë të vërtetën, por sepse e duan ligësinë më tepër se sa të vërtetën. Edhe për këtë, ndoshta një ditë unë edhe ti ishim të ngjashëm me ta. Herë kur të ndimi ndodh në jetën tonë, ne mund të dhe të na rrëshkasin këmbët, duke bërë të keqen në vend të bësh të mirën. Por shpirti i shenjtë i cili jeton në secilin prej nesh që besojmë në Zotin Jezus nuk na le rehat. Edhe kërkon që ta sjellim në dritë atë që ne bëjmë gabimisht në errësirë. Me mendjen tonë, me vullnetin tonë, me këmbët tona, me duart tona, me gojën tonë, me zemrën tonë, ai kërkon që ta sjellim në dritë, edhe të marrim çlirim. Pra e para, tek vargu 4, thot ju ata që besojnë nuk janë në errësirë. Ju që besoni nuk jeni në errësirë, thot Pali. E dyta, ju, thot Pali, jeni bij të dritës. Tek Gjoni kapitulli 8, vargu i 7, kapitulli 8, vargu 12. Jezusi ishte duke u folur turmave dhe ai tha, dhe Jezusi u foli atyre përsëri duke thënë, unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë dhe por do të ketë dritën e jetës. Pra Jezusi me këto fjalë, duke u na drejtuar edhe neve sot, ai thotë që unë jam drita e botës. Kush më ndjek nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Këtë kemi ne, këtë posedojmë ne. Kjo është drita e jetës, të cilën në një farë mënyre nuk është se ne e morëm me forcat tona. Nuk është se kur ne dëgjuam lajmin e mirë, nuk e di rrethanat e jetës tënde, por ndoshta do na duhej një natë dimri të tregoj unë ty për sfidat e jetës time, edhe kur unë dëgjova ungjillin, që ishte me të vërtet lajmi më i mirë për mua në adoleshencën time, në një fshat në bubullim të Lushnjës. Perëndia ishte duke punuar në ato mënyra, në rrethana në jetën time, që ishte duke më çuar mua në atë pikë që unë t'i përgjigjesha ungjillit, lajmit të mirë, të vendosja besimin tim, jetën time në duart e Krishtit, edhe t'i thosha merre tashe, është e jotja. Tani e kuptoj që s'jam më i imi, nuk i përkas vetes time,
babi dhe mami im vërtet më lindën, më sollën deri këtu, por edhe puna e tyre është puna e duarve tuaja, e tënde. Edhe për këtë jam falendërues çdo ditë. Për këtë ne jemi në dritë. Për këtë qëndrojmë në dritë. Pra ju jeni bi të dritës, tek vargu i 5, Pali është duke u thënë Thesalonikasve ose Salonikasve, të gjithë ju jeni bi të dritës dhe bi të ditës. Ne nuk jemi të natës as të errësirës. Pra kontrasti që Pali është duke bërë këtu është kontrast drastik. Nga errësira në dritë. Tani të gjithë ne, ndoshta se jemi ai lloj brezi, e di me mbajmë mend unë bëja detyrat gjatë natës, sepse e dija që në fshat çdo darkë fikeshin dritat. Edhe fikeshin dritat në atë orë, në atë moment, më duket mua tani kur e mendoj, duket sikur ishte ora 6 me diku tek ora 8, zakonisht. 6 me 8 gjithmonë ne përgatiteshim. Të manim qiririn gati, shkrepsen, edhe ose nëse nuk donin ta ndiznim qiririn, merr ato batanijat dhe mbështillu aty ku je, edhe prit, domethënë rri në errësirë. Po kur vinin dritat, çfarë gëzimi që ne ndjenim. Jo vetëm se do shikonim televizor, por kishte dritë. Edhe një ditë përpara gjatë javës, nuk e di, po ishte mëngjes, edhe po ecja me makinë, kishte dalë dielli, aq bukur, edhe po ecja rrugës Arbanës këtej. Domethënë edhe po mendoja çfarë kontrasti ka drita me errësirën. A imagjinon dot jetën, domethënë kur flasim për dritën edhe errësirën. Janë dy kontraste shumë të ndryshme. Në errësirë shikon dot gjë. Je duke u penguar gjatë gjithë kohës. Po kur drita ndriçon, ne mund shikojmë. Në fakt fjalët e para të Perëndis, kur ai bëri krijimin, tek Zanafilla 1, kapitulli 1, vargu 3, ai tha, në anglisht nuk e di, let there be light. Let jetë drita. Edhe drita u bë. Pra drita e çan errësirën. Kur ndizen dritat, ne shikojmë çdo gjë. Edhe kontrasti që Pali është duke u thënë Thesalonikasve, është që ne si të krishterë jemi në dritë, qëndrojmë në dritë, jemi bi të dritës, sepse Krishti tha unë jam drita e botës. Edhe në atë ne qëndrojmë, në atë ne marrim frymë, në atë ne ecim, në atë ne jetojmë, gjithashtu. Pra, e dyta ishte që ju jeni bi të dritës, është duke u thënë Pali Salonikasve. E treta, që ndodhet tek vargjet 9 deri në 10, thot sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, po për të marrë shpëtimin me anë të Zotit ton Jezu Krisht, i cili vdiq për ne, që qofshim zgjuar ose fjetur, të jetojmë bashk me ta. Kjo fraza, sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim. Në fakt, Pali te kapitulli 1 Salonikasve, u thot që nuk e mbaj mend atë vargun tash, por thot nga zemërimi që po vjen. Domethënë është një ditë, edhe për këtë ditë ai është duke folur që Zoti na ruaj nga ky zemërimi i tij në atë ditë. Edhe por sot, domethënë është tek Thesalonikasve kapitulli vargjet 9 dhe 10 është siguria e shpëtimit. Thot sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, por për të marrë shpëtimin me anë të Zotit ton Jezu Krisht.
Në këto vargje Pali na jep një sigurinë më të madhe që ne mund të kemi ndonjëherë në jetë. Sigurinë më të madhe që ne mund të kemi ndonjëherë në jetë është që Perëndia na ka caktuar për shpëtim. Na ka hequr veç. Kur ajo ditë të vi, ne nuk do ta përjetojmë njësoj sikurse jo të krishterët, sepse zemërimi i Zotit me të vërtet do të derdhet mbi ta. Po për ne jemi të hequr veç me anë të hirit të Zotit. Dikush e pyeti sa i njihni Billy Graham, është një nga ungjilltarët më të mëdhenj në botë, edhe ndërsa ai shkonte shtet mbas shteti, edhe ishte duke ndarë ungjillin, edhe shumë njerëz në fakt nëpërmjet tij erdhën të njohin Zotin Jezus, erdhën në shpëtim. Pra Zoti ishte duke punuar në rrethanat e njerëzve, edhe ishte duke përdorur Billy Graham që ai të fliste mesazhin, edhe mbas asaj njerëzit besonin në Zotin Jezus. Por dikush erdhi, ishte nuk e di në një nga këto shtetet latine ku katolicizmi ose veprat, do të thënë që ti duhet bësh sa më shumë vepra që ti të shpëtohesh, ishte në një farë mënyre e njohur. Edhe dikush i tha, sa i sigurt je ti, tha, për shpëtimin tënd. Edhe ai pa hezitim e pa atë gazetarin në sy, përpara kamerave, dhe i tha, unë jam 100% i sigurt për shpëtimin tim. Pra, siguria e shpëtimit. Çfarë duhet të them me këtë? Është që siguria mund të arrihet nëpërmjet shqyrtimit biblik të besimit të këtij personi, dashurisë dhe jetës së dikujt. Pra, kur bota do të përballet me gjykim dhe zemërim në ditën e Zotit, por ne si besimtarë të Krishtit do të jemi të shpëtuar nga vdekja dhe nga ringjallja e Zotit Jezus. Tani, nëse flasim për sigurinë e shpëtimit, edhe ti vazhdon, nuk e di, ndoshta je i paqartë, ka dy mënyra që ne mund ta shikojmë këtë. E para është kur ne mvaremi tek masa e besimit ton. Çfarë duhet të them me të është që pavarësisht emocioneve, si ndihemi në moment, në këtë stin të jetës, ne e marrim atë shpëtimin ton ose sigurinë e shpëtimit ton dhe e mvarim atë tek besimi jon. Tek ajo masa e besimit ton, sa besim kam unë. Por nëse ti edhe unë duam të jemi të qetë për këtë, edhe ta flesh mendjen për sigurinë e shpëtimit, është që vare tek personi i Krishtit. Mos e varë tek masa e besimit tënd ose ndjenjat e tua, por vare jetën tënde, shpëtimin tënd tek personi i Krishtit. Çfarë duhet të them me këtë? Përpara disa ditësh pata një bisedë me mamin, me ti me me. Ajo është 74 vjeç, ndoshta shumica prej jush e njohin sepse ulet aty, po shkonte në Itali te motra. Edhe dolëm po pinim një kafe. Edhe ndonjëherë më duket sikur mami është e mërzitur me gjithçka, ndonjëherë. Edhe unë nuk e di se t'i jap përgjigje gjithë halleve të saj, edhe vërtet ajo ka kaluar një jetë të vështirë. Na ka rritur, ka kaluar sfida, edhe nuk po flisja për sigurinë e shpëtimit. Ose do doja shumë që të flisja për këtë, edhe e pyeta mamin, i thash, o mami, thash, unë nuk e di se si të përgjigjem ndonjëherë për gjitha këto hallet që ti sjell në tavolinë, për gjitha mllefet që ti ndoshta ke për dikë tjetër, që ndoshta të ka acaruar gjithë jetën tënde. Edhe i thashun që shiko, po një ditë i thashun që ndoshta do jetë e afër kur ti të mbyllësh syt edhe të jesh me Zotin. Edhe Zoti
Perëndia i cili është krijuesi i gjithë shkaje, të thot ty, thashon, që pse të lejoj unë ty në parajs, në qiell? Pse? Pse duhet të fusun ty këtej edhe jo këtej? Edhe i thashon, mami, thash, nëse ti, thashon, në atë ditën e gjyqit, nuk e drejton gishtin nga Krishti, edhe i thuaj që për shkakun e ti do marrësh mua këtej, jo për shkakun tim. Nëse ti, thashun, në një moment vendos tek masa e besimit tënde, ajo që ti ke bërë gjithë jetën, e thash, është e koto, mam. Pra besimi jon qëndron tek një Perëndi i cili nuk gënjen. Ai i cili na ka shkruar Biblën, na ka thënë, është e vërtet, edhe ne e vendosim tek personi i Krishtit. Të gjithë ata të cilët besojnë në Krishtin si Zot edhe shpëtimtar të jetës tyre, një ditë të gjenden në parajs me Zotin. Edhe kjo është ajo lufta e besimit ton. Kjo është ajo që ne të gjithë duhet mundohemi me mishë dhe me shpirt. Kjo është ajo që Pali është duke inkurajuar këta besimtar të rinj, edhe ai është duke inkurajuar këta me pozitivitet, jo me negativitet, pra jo me frikë. Edhe këtë po mendoja, edhe ka dy mënyra për të rritur fëmijët e tu, ose fëmijët e mi. Një është, siç na ka mësuar Xhaxhi, me frikë. Thuaj këtë, domethënë duhet i thuash, domethënë çfarë do t'i ndodhi atij më përpara, edhe qëndroj fort aty. Ose e dyta është që ti jesh i hirshëm, edhe t'ia shpjegosh, domethënë edhe ta duke i thënë me pozitivitet, me dashuri, me ëmbëlsi, domethënë kjo është mënyra se si Pali është duke inkurajuar Selanikaset. Ai nuk është duke u thënë atyre që kini frikë, është për shkak të frikës ju duhet punoni çik më shumë. Edhe për këtë gjë, domethënë ne gjithë siç jemi, pra kur ti mendon për jetën tënde, për rrethanat e tua, për besimin tënd te Krishti, ku e vendos ti sigurinë tënde? A e vendos ti, a je i predispozuar ta vendosësh tek masa e besimit tënd, tek ndjenjat e tua, edhe thua unë ndihem sot çik më pozitiv. Ndihem sikur kam lexuar Biblën 7 herë gjatë javës sot. S'm ka shkuar as i ditë pa e lexuar. Ose mund ta mos ta lexosh Biblën asnjëherë gjatë javës, edhe të marrësh vetëm një herë 2 vargje edhe të thuash, o Zot, të lutem, më mëso të jetoj nëpërmjet këtyre 2 vargje. Më lejo të shikoj çdo rrethant të jetës time me anë të këtyre 2 vargjeve. Pra unë nuk po them që ne nuk duhet të kalojmë kohë në devocion me Zotin çdo ditë, por ku e vendos ti besimin tënd? Ku e vendos ti shpresën e shpëtimit tënd? A e vendos tek besimi jot ose tek Krishti, te personi i tij, tek ajo që ai bëri për ne një herë e përgjithmonë, tek ajo që ai po bën për ne gjithashtu. Ai është ai i cili rrit besimin tim. Ai i cili më mban këmbët e mia çdo ditë të mos shkoj tek e keqja, por të bëj të mirën. Është ai i cili më jep mua forcë, është ai i cili të jep ty forcë gjithashtu. Edhe për këtë ne jemi falendërues Zotit. Jemi falendërues Zotit 1000 herë, 1000 fish. Gjithë jetën tonë këtu në tokë, duhet jemi falendërues ndaj atij për mirësinë e tij. Është ajo e cila na mban. Mirë, unë doja të ftoja Kejdisin. Kemi edhe darkën e Zotit sonte. Por ndërsa marrim darkën e Zotit, le të mendojmë. Le të mendojmë për jetën tonë, le të mendojmë për besimin tonë, le të mendojmë për sfidat tona. Po shkoj po e marr sepse duhet të ishte këtu. Po më lejoni të lutem, edhe pastaj po lejoj Kejdisin të vi. O Atë qiellor, unë jam kaq mirënjohës o Zoti Jezus, që ti je Perëndia
i cili na njeh secilin prej nesh. O Zot, faleminderit o Zot që është për shkak të veprës tënde, Zot, në kryqin e Golgotës, ku ti dërgove birin tënd, Zot, edhe mori vendin tim. Aty ai u kryqëzua, derdhi gjakun e tij, u varros në varr prej guri, por në të tretën ditë, Zot, ai u ringjall. Edhe ne, Zoti Jezus, kemi shpresë që kur dita e Zotit, kur ti do të vish sërish, o Zoti Jezus, ne do të gjendemi me ty. O Zot, na bëj të denjë për atë ditë, na mbaj të esoll, ashtu sikur se Pali thot, o Zot, të lirë nga çdo lloj intoksikimi në mendjen tonë, në zemrën tonë, në trupin tonë, Zot. Që ajo ditë na gjej gati. O Zot, qofshi lëvduar ti, Perëndi i dashur, për kishën tënde, për secilin prej nesh që jemi mbledhur sonte, për ata që s'janë këtu, Zot. Të lutem, o Perëndi i dashur, që ti do të përgjigjesh lutjeve tona, Zot. Unë nuk i di se çfarë lutemi ne, por jam i sigurt që ti i di, Zot. Edhe t'jam falendërues për këtë. Zot, qofshi lëvduar ti, o Perëndi i dashur. Në emrin tënd unë lutem. Amen. Është koha kur ja dedikojmë këtë muajin Perëndis, duke u fokusuar tek ai, duke kërkuar fytyrën e tij. Kjo dita e Zotit që Iliri na e përmendi sot, është një realitet në fakt që më duket sikur nuk e shmangim kollaj në fakt. Edhe unë jam her mas herët jam biseda të ndryshme me njerëz online, edhe me njerëz të ndryshëm flasim për gjykimin e Perëndis. Edhe shumica e njerëzve e merr gjykimin e Perëndis sikur unë jam në rregull, unë s'kam nevojë, domethënë kur vin Perëndia për të bërë gjykimin, unë do të dal në fund i pastër, sepse kam bërë vepra të mira, kam bërë punë të mira, kam bërë gjëra të mira. Por askush nuk i jep përgjigje pyetjes, po me mëkatin, çfarë do bëhet? Edhe mendoj arsye pse ne festojmë, arsye pse ne mendojmë është sepse Jezusi e ka paguar për mëkatin në mënyrë që ne dalim të pastër përpara tij. Jo se ne kemi bërë ndonjë gjë, jo se ne kemi bërë vepra të mira shumë. E di shumica për ju në fakt e di që bëni vepra të mira, lavdi Zotit për këtë në fakt, por dalim të pastër përpara tij për shkak të Jezusit, ja për shkakun ton. Ai e ka vendosur këtë paqen, fakt kur ai të vinë, ne s'do kemi nevojë të dalim të friksuar përpara tij. Por do dalim të shfaqsuar përpara tij për shkak të Jezusit. Desha të lexoj një pasazh nga Isaia 53, që shpresoj të na ndihmojnë për të kujtuar atë që Perëndia vet ka bërë për ne. Sepse në fakt në darkën e Zotit ajo që ne do bëjmë është vetëm thjesht për kujtojmë atë që Perëndia ka bërë. Isaia 53 thotë: I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihej faqja, ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam mas pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona. Por ne e konsideronin të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u të shpuar për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për pallësitë tona. Ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vorratave të tij ne jemi shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të pallësia e ne të gjithëve. I keq trajtuar dhe i përulur nuk e hapi gojën, si një qengj e çojnë në thertore, si një dele e heshtër përpara atyre që i qethin dhe nuk e hapi gojën. Më bën përshtypje ky vargu thotë ndëshkimi për të cilin ne kemi paqen ra mbi të. Pra, ai ndëshkim, ajo dita e gjykimit që do vinë, ka ra mbi Jezusin.
në mënyrë që ne dalim të pafajshëm në atë ditë. Do dojnë në fakt marrim ca kohë bashkë në mënyrë reflektuese, por jo vetëm reflektuese në fakt, por edhe mirënjohje për sakrificën që Jezusi ka bërë, edhe për mënyrën se si ai kujdeset për ne si bariu i mirë. Marrim ca kohë aty veç mas ku jeni. Unë edhe Rudina do këndojmë një këngë në sfond, edhe pastaj ndërkohë në fakt që ne jemi duke i bërë këtë këngën, ndihuni të lirë të merrni bukën edhe kupën, edhe pastaj uleni në karrige dhe ta marrim bashkë. Darka e Zotit është për ato që kanë vendosur besimin tek Jezusi. Edhe gjithashtu është për gjithë ata në fakt që një farë mënyrë dalin përpara Jezusit pa një konflikt që është i pazgjidhur, pa një mëkat me cilin janë duke luftuar. Nëse ky është rasti yt, do t'i kisha nxitur që të mos ta merrni darkën e Zotit, por për gjithë ju tjerë është koha për të festuar edhe për të ardhur tek darka e Tij. Kështu që le të marrim ca kohë bashkë aty në heshtje, ndërkohë që unë dhe Rudina do këndojmë një këngë. Kështu si jam, po viun sot, murdërot që bëjo Zot, se gjako yt jep shpresë plot, o Zotim, po vi, po vi. Kështu si gjende mund tani, pres prej teje plot fuqi, të më shërosh çdo dobësi, o Zotim, po vi, po vi. Kështu si jam, do më pranosh, prej fajit të më largosh, pres prej teje të më shpëtosh, o Zotim, po vi, po vi. Pres prej teje të
Shkrimi na kujton, sepse në natën kur u tradhtua, Jezusi mori bukën, e falenderoi, e theu dhe tha: "Ky është trupi im që jepet për ju. Bëjeni këtë në përkujtimin tim." Le ta marrim së bashku trupin e Krishtit. Po ashtu pas darkës, mori dhe kupën dhe tha: "Kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim. Bëjeni këtë sa herë pini prej saj në kujtimin tim." Le ta marrim së bashku. Falenderit Jezus për dashurinë tënde. Falenderojmë që ti na nxore nga errësira në dritë, ti na bëre të denjë të quhemi bijtë dhe bijat e tu. Edhe ne të falenderojmë. Falenderojmë që e gjitha kjo është e mundur për shkakun e gjakut tënd, e gjakut birit tënd, Jezusit. Që ne mund dalim sot të pafajshëm e të larë përpara teje. Na drejto ti Perëndi, të ecim në këtë rrugë duke kujtuar atë që ti ke bërë, edhe të njëjtën kohë duke mbështetur tek ti si bariu i mirë. Lutem që kjo do jetë e vërtetë për secilin prej nesh. Në emrin e Jezusit. Amen. Do bëjmë të tjerë? Mirë, do të këndojmë edhe 2 këngë të tjera, ndërkohë dua t'ju kujtoj për ofertën që është në fund. Mund të çohemi në këmbë ose mund të rrini ulur. Kur prek jetën time mirësh. Kur prek jetën time ti e ndryshon. Një mal me bekime ti më dhuron. Okej. Okej. Fillon dhe mirë. Kur prek jetën time ti e ndryshon. Një mal me bekime ti më dhuron. Mere jetën time ndisi zjarë të ri, që unë të jetoj në përjetësi. Kur prek jetën time ti e ndryshon. Një mal me bekime ti më dhuron. Mere jetën time ndisi zjarë të ri, që unë të jetoj në përjetësi. Mere jetën time ndisi zjarë të ri, që unë të jetoj në përjetësi. Si sa i liri ne jemi fëmijët e dritës, fëmijët e ditës. Ne jemi të rikrijuar dhe nuk jemi më të dënuar, po kjo këngë, këtë qëndrojmë në hirin e Zotit. Ne ta mbajmë mend gjatë javës. Unë jam i rikrijuar, jo s'jam më i dënuar, në hir të Zotit unë qëndroj. Zemra ime poter dhe dashuria porrite, në hir të Zotit unë qëndroj. Unë do të lavdëroj, po do të lavdëroj dhe do këndoj për gjithçka ti ke bërë. Gëzim që s'njen mbari, lehtësi në shpirtin ti, në hir të Zotit
diçka ti ke bërë. Gëzim që s'një mbani, lehtësi në shpirti ti, në hir të Zotit unë qëndroj. Amen. Mirë, mund të vazhdojmë të bisedojmë me njëri tjetrin? Është diçka? Kemi mbaruar për sot. Zoti na bekoft të gjithëve, edhe ju që ishit online, Zoti ju bekoft, shpresoj që t'ju shohim herën tjetër këtu. Zoti ta bekoj edhe ofertën, edhe Perëndia ndihmon të jemi dhurues të gëzuar, njerëz që japim pa frikë për të ardhmen, sepse ti vetë ke premtuar sjellja juaj të jetë pa lakmi paraje, sepse kurrë nuk do t'ju lë dhe kurrë nuk do t'ju braktis. Lutem siguroj gjithçka që kemi nevojë për të kryer veprat e mira, për cilat ti e ke thirrur kishën tonë, Zot. Jemi një dritë dhe një shpresë, Zot, për kombin tonë. Pavarësisht të vegjël në numër, por në ty jemi të mdhenjë, Zot, edhe drita jote në ne le të shkëlqejë dhe le të ndriçojë, që ti të marrësh lavdi. Ime se cilin prej nesh, Zot, na ndihmo të mos bijem në tundim edhe të shkëlqejmë ty, Zot. Në emër të Jezusit lutem. Amen. Mirë, kemi mbaruar. Zoti na bekoft.